Kështu që ka shumë llojshmëria. Pastaj ka dhe disa inshurenca të tjera që i ofron shteti, por me ndihmën e shumë infermierëve gjithsesi. Edhe një herë, Massachusetts është një vend që ne jemi shumë e fat që jetojmë sepse inshurencat janë shumë të përhapura dhe benefite që mund të fitojë një person me të ardhurat limituara. Tani, edhe unë besoj si shumë të tjerë që nuk jemi në këtë sistem, e humba veten pak midis Mass Healthit, Medicare-it. Çfarë është Medicare? Medicare është inshurencë që ofrohet nga federalja, inshurencë shëndetësore që ofrohet nga federalja. Pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është qeveria e madhe. Është federal. Nga qeveria e madhe, nga presidenti. Correct. Në të rast Trump. Persona që kanë punuar në Amerikë, që kanë paguar Social Security e fitojnë. Por e fitojnë dhe personat që janë mbi 65 në shtetësi amerikane ose me green card që kanë mbi 5 vjet në Amerikë. Mass Healthy është inshurencë shëndetësore e shtetit të Massachusetts ose në përgjithësi quhet Medicaid. Po pate Medicare, a ke nevojë edhe për Mass Health Medicaid? Në shumicën e rasteve për persona që e përballojnë të $200 në muaj premium që ta merr automatikisht Medicare-i, nuk është e domosdoshme që të merret masa standardi. Masa standardi merret vetëm për persona që nuk janë në gjendje që ta paguajnë këtë premium nga federale që t'ja mbajnë $200 në muaj, sepse imagjinon, nëse një person merr vetëm $400-500 në muaj dhe $200 paguan një inshurencë, nuk ka, domethënë, çfarë ta haje, me çfarë të jetojë. Përmendë pak më herët Bianca që ata që e përfitojnë duhet të jenë në një moshë saktuar, të kenë punuar kaq vite ose të kenë 5 vite green card ose të kenë në shtetësinë amerikane. Po ata shqiptarë që punojnë dhe janë këtu, por nuk e kanë në shtetësinë dhe janë ndoshta edhe pa green card, si apo janë për sigurimet shëndetësore? Përfitojnë Mass Health standardin ose përfitojnë Mass Health limit. Këto janë inshurencat që i ofron shteti, nuk i le asnjëherë pa një inshurencë shëndetësore. Plus ka edhe Connector Care, që është domethënë pjesë e Mass Healthit, dhe Connector Care është një degë e shtetit e Mass Healthit që ofron inshurenca shëndetësore për persona që kanë domethënë një limit më të madh që të mos fitojnë dot Mass Health standardin ose Mass Health limitin, por mund të marrin një inshurencë shëndetësore nga shteti që quhet shteti, por është faktikisht private, dhe në bazë të ardhurave i caktojnë një pagesë mujore. Kështu që është dhe kjo që asnjëherë nuk mund të ngelen pa një inshurencë, por për fat të keq, kur vjen edhe aplikojnë për Mass Health standard ose Mass Health limit dhe nuk kualifikohen, sepse i kanë të ardhurat, atëherë njerëzit fillojnë dhe ngurojnë dhe nuk e dinë këtë procesin tjetër që është Connector Care, që mund të hyjnë tek website-i i shtetit dhe mund ta aplikojnë. Dhe siç e thashëm përpara, në bazë të ardhurave mund të kenë një pagesë mujore, që mund të jetë pak, nuk është domethënë shumë e lartë si pagesë, por që ka një shërbim dhe mbulon shumë. E zëm se unë jam një shqiptare që sapo kam mbritur në Massachusetts tek të afërmit e mi, më ka dalë green card, po jetoj me ata, por më duhet një sigurim shëndetësor. Dhe marr Biancën telefon. Çfarë do më thuash, çfarë do t'i thuash këtij qytetarit, ti qytetar shqiptar, çfarë dokumentash i duhen, çfarë bisede do bësh ti me të, çfarë do i sugjerosh? Dhe nga momenti i bisedës parë dhe derisa ta marri insurance-in, sigurimin shëndetësor, sa kohë kalon zakonisht? Ilva, po të më kishe pyetur vitin më përpara, inshurenca shëndetësore në Massachusetts për sa po të ardhurit ishin shumë më të forta se çfarë janë tani. Tani, çfarë mund t'ju tregoj unë rrugën këtyre personave është e para njerë, unë dua të di sa janë të ardhurat e tyre mujore, ajo është shumë e rëndësishme. Dua të di nëse personi jeton me bashortin ose bashorten apo jo, sepse dhe kjo merret si bazë e të ardhurave. Që të kualifikoj një person për inshurenca të ndryshme, domethënë të sapo ardhurit, unë i kërkoj green cardin ose ju kërkoj një lloj identifikimi,
Për shumicën e rasteve preferoj o pasaportë o green cardin që të duken që janë legal vërtet. Ju kërkoj të ardhurat mujore dhe ju kërkoj numrin e Social Security, normale sepse duhet të jenë me Social Security që të kualifikohen, dhe ju kërkoj një bank statement, domethënë një statementin e bankës të tyre. Nëse sapo kanë ardhur, ai statement duhet të reflektojë 45 ditët e fundit. Këto janë planet që ti mund të kualifikohesh dhe i ndihmon ti gjatë procesit, të bie shumë telefonit të pyesin. Shikon si bëhet ky formulari. Non stop, po, dhe ka raste që domethënë ata e kuptojnë shumë mirë, po duan dhe atë verifikimin tim që ai ka bërë mirë apo jo. Janë disa formulare që janë formularet e shtetit dhe ata duhet t'i mbushin dhe atje ngurojnë një çik që thonë e kanë bërë mirë apo jo. Gjithmonë mund të vinë, unë i mirëpres, e kam për nder, për detyrë, që domethënë të shërbej komunitetin tim shqiptar. Shumë faleminderit edhe që po e ndan edhe me ne këtë eksperiencë, Bianca. Por të mbetur pak tek ajo që ti the. Nëse më kishe pyetur një vit më përpara, do të thoja më sakt se sa për sa kohë mund ta përfitosh sigurimin shëndetësor. Dhe kjo lidhet edhe me ndryshimet në qeverinë këtu në Amerikë, me ardhjen e administratës Trump, me diskutimet për heqjen fare të Medicare-it apo edhe të uljes së buxheteve e kështu me radhë. Çfarë ka ndryshuar për Massachusettsin? Pra për një të moshuar për shembull, që do të hyjte në një shtëpi të moshuarisht, në një azil. Sa është vështirësuar procesi? Çfarë ka ndryshuar në thelb? Nuk ka ndryshuar shumë. Një gjë që ne po shohim është që po kontrollohen më shumë gjërat. Gjërat po zgjasin çik më shumë në mënyrën e kontrollimit. Domethënë nëse vitin e parë ata vetëm me një letër deklarate që theshin që unë nuk kam të ardhura të mjaftueshme, domethënë e kualifikonin një person, tani çdo gjë duhet me prova. Dhe kjo zgjatën për momentin, domethënë është verifikimi shumë i fortë në këto momente. Po fondet, a janë ulur fondet dhe çfarë mbulojnë kompanitë e sigurimit për azilet, apo kanë mbetur aty ku ka qenë në gjithë nivele? Azilet për fat keq nuk janë ndihmuar dhe aq shumë sa duhet të ndihmoheshin, kështu që siç më tha një administrator para ca ditësh, Bianca ta fillojmë tha që kemi qenë tha me shumë mish në trup dhe tani ne jemi bërë një skelet dhe s'kan më çfarë ta hanë nga këto shpira. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episodet e reja çdo javë.